3 gjëra, ju betohem në Allahun për to. Betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye? Nuk paksohet pasuria e robit nga sadakaja. O biri Ademit, jep ti, unë do t'jep ti. A mundesh me ndihmu pak se fmiti kam pa buk. Nuk e hap njeriu derën e kërkimit, përveç se Allahu ja hap ati derën e varfris. Kemi njerëz në vendin ton, në popullin ton, njerëz të cilët në realitet kanë nevojë. Mirë, po ai vdes e nuk lip. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në këtë muaj të bekuar, jemi duke u munduar të kalojmë qaste, të kalojmë momente, të kalojmë kohë në adhurime të ndryshme ndaj Allahut Azza wa Jall, me shpresë që të arrijmë në rahmetin e Allahut, që të arrijmë në shpërblimin e Allahut, në faljen e Allahut, në xhennetin e Allahut Azza wa Jall. Jemi së bashku duke jetuar dhe duke shtjelluar fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat na nxit, na porosit, na udhëzon në atë e cila është më e mira për neve dhe na ndalon dhe na largon nga ajo e cila nuk është e mirë, nuk është e dobishme, qoftë për dunjan ton apo për ahiretin ton. Me lejen e Allahut Azza wa Jall do të kalojmë në një hadith në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na tregon, gjithashtu na garanton për 3 gjëra të cilat ndoshta ne në jetën tonë të përditshme mund t'i mendojmë ndryshe. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith betohet në Allahun Azza wa Jall duke thënë ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith thot 3 gjëra. Ju betohem për këto 3. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betohet në Allahun Azza wa Jall për këto 3 gjëra, për këto 3 çështje, të cilat janë shumë të rëndësishme. E pastaj thot wa uhaddithukum hadithan fahfadhuh, dhe gjithashtu do t'ju njoftoj me një hadith, mbajeni mend mirë atë, mësojeni atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon për 3 gjëra. Mirë, po betohet në Allahun. Për çfarë arsye? A ka nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të betohet që ne ta besojmë atë? Ne e besojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa u betuar fare. Kur ai thot këto 3 gjëra, na jep mesazhet, na jep mësimet, na jep porosit, ne vetëm se e kemi pranuar. Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot thalathun uqsimu alaihin, 3 gjëra, ju betohem në Allahun për to. Betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Për çfarë arsye? Për të na treguar rëndësinë, vlerën e këtyre që do të vinë mbrapa. Dhe gjithashtu për shkak se njeriu apo shumica e njerëzve këto 3 gjëra i mendojnë ndryshe. Në realitet janë ndryshe. Cilat janë ato? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqa." Gjëja e parë, nuk paksohet pasuria e robit nga sadakaja. 3 gjëra ju betohen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam betohet. Gjëja e parë, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Si mendon njeriu? Njeriu mendon që nëse jep prej pasurisë së tij, pasuria e tij paksohet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të garanton, të siguron, betohet që nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Ai i cili jep sadaka, ai i cili jep lëmosh për hir të Allahut azza wa jall, ndoshta në shikimin e jashtëm mund të duket që ajo pasuri po zvoglohet, po bie, po harxhohet, po paksohet. Jo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të garanton që ajo pasuri, nëse në shikimin e jashtëm bie, në realitet ajo ngritet. Nëse në shikimin e jashtëm paksohet, në realitet ajo shtohet. Po si ka mundësi? Njeriu i ka 1.000 euro dhe i jep 100 prej tyre sadaka. Kjo pasuri a shtuar, a është paksuar? Jo, në shikimin e jashtëm kanë mbet 900, nën kupton që është paksuar. Ka zbrit, ka rajo pasuri. Mirë po Islami, mirë po Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregojnë ty se kjo pasuri me sadaka nuk paksohet. Ani se janë 900, bereqeti i tyre do t'jetë ma i madh se sa kur kanë qenë 1.000. Allahu kësaj pasurie do t'jep bereqet. Tha Allahu në Kur'an: "Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat." Allahu e humb bereqetin e kamatës. E humb bereqetin. Punojnë njerëzit me kamat, japin kamat, marrin kamat, punojnë me te dhe në fund nuk arrin. Për çfarë arsye? Allahu e humb bereqetin e kamatës. Wa yurbi sadaqat, dhe e shton bereqetin e pasuris e cila jepet sadaka. Jep sadaka, Allahu e shton, Allahu jep bereqet edhe ma shumë. Ato mund të duken pak, mirë po kryin shumë punë. E keni pa në rastet e përditshme tek sa njerëz. Dikush merr shumë, nuk i dalin. Dikush merr pak dhe i kryin gjitha punët. Për çfarë arsye? Dikush merr mirë po nuk ka bereqet. Nuk ka bereqet nga ajo pasuri. Dhe dikush ndoshta nuk merr deri në atë shkallë, nuk merr atë shumë, mirë po pasuria e tij ka bereqet dhe i del në fund, elhamdulillah. Por çfarë arsye? Allahu i jep bereqet asaj pasurie. Kjo është për në dunja, Allahu e shton. Mos të flasim për në ahiret, mos të flasim sa është pastaj shpërblimi të Allahu azza wa jall. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shembulli i atij i cili jep sadaka, lëmosh për hir të Allahut azza wa jall, është sikur shembulli i një farës që e hudh në tokë dhe prej saj bin 7 kallin. Në çdo kallin nga 100 kokra, Allahu e shton edhe ma shumë. Ti e ke dhënë 1, prej asaj Allah t'jep 10, prej asaj Allah t'jep 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allahu kujdoni ja shton edhe ma shumë. Wallahu wasi'un alim. Allahu është ai i cili është bujar i madh, i cili të jep shumë dhe i cili është i gjithë ditur. Allahu e di
kur edhe sa I jep robit të tij. Pra, nuk paksohet pasuria me sadaka. Nuk ka njeri në dunja I cili ka dhënë sadaka dhe është bë I varfër. Nuk ka njeri I cili ka dhënë dhe në fund sot ka mbet pa buk, I cili është I varfër. Për çfarë arsye ka mbet I varfër? Ka dhënë shumë për Allahun I aja. Kjo nuk ndodh dhe nuk ka ndodh asnjëherë. Për çfarë arsye? Ai I cili jep për Allahun, Allahu do t'i jep edhe më shumë. Dhe kështu Allahu tha në një hadith qudsi: o biri Ademit, unfik alejk. O biri Ademit, jep ti, unë do t'jep ti. Kur të thot Allahu, jep ti, unë do t'jep ti, këtu çka mbetet? Këtu mbetet vetëm imani jon, bindja jon, sa jemi të sigurt, sa kemi bindje në plot në atë që e thot Allahu dhe në atë që e thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe vjen momenti për të dhënë, atëherë shifet, atëherë kuptohet, atëherë njeriu e njeh vetveten. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thot: nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Vjen momenti me dhon dhe ti shifet tash. A e beson? A e beson fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Po, jo vetëm që thot, të betohet që nuk paksohet. Dhe ti para se me dhon ki frik, por çfarë? Që ndoshta do të paksohet. Unë e di, unë e besoj, unë e kuptoj atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk dyshoj, nuk ka fjalë. Dhe vjen momenti në praktik. Atëherë shifet niveli I imanit, shkalla e lartë e bindjes, sa jam unë I sigurt në atë që e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo kam frikë që ndoshta do të ndodhë ndryshe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ama me bo mu paksu, me bo mos me mu këthi, me bo mos mu shtu pasuria, unë çka do të baj? Dhe kjo është ai dyshimi, kjo lëkundja për çfarë arsye vjen? Nga imani I dobët. Imani I zbet na ban neve të lëkundur, dhe në momentin që e kemi rastin, e kemi shansën për të dhënë për hir të Allahut azza wa jall, ne ndalemi. Sa jemi të sigur dhe të bindur në atë që e thot Allahu dhe në atë që e thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Porosia e parë, mesazhi I parë, garanca e parë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma naqasa malu abdin min sadaqa. Nuk paksohet pasuria e robit me sadaka. Nuk paksohet. Kjo është garancë. Porosia e dytë, mesazhi I dytë, garanca e dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wala dhulima abdun madhlamatan fasabara alaiha illa zadahu Allahu izza. Dhe kjo gjithashtu në shikimin e jashtëm mund të duket ndryshe, në realitet është krejtësisht ndryshe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: dhe nuk I bahet robit zullum, nuk I bahet robit padrejtësi, dhe ai ban sabër ndaj asaj padrejtësie, përveç se Allahu do t'i jashton krenarin. Si e mendojmë ne? Si mund ta mendojmë ne nëse dikush ti të ofendon dhe ti hesht? Nëse dikush të shan dhe ti hesht? Nëse dikush të randon dhe ti hesht? Nëse dikush të ban zullum dhe ti ban sabër për hir të Allahut? Si duket në shikimin e jashtëm? Po tutet filani, s'ka guxim, ka frikë prej filanit. Dhe në shikimin e jashtëm ndoshta duket që ky njeri është I nënçmuar. Ky tjetri, ky I cili jep zor, ky I cili bërtet, ky I cili fjalorin nuk e kontrollon, ky ka guxim, ky është trim. Ndërsa ky tjetri I cili ban sabër për hir të Allahut, sikur duket I nënçmuar.
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të garanton, ai i cili në këtë rast ban sabër, Allahu atij do t'i ashton, Allahu atij do t'i jep krenari. Ai i cili është në gjendje të mos hakmiret, ai i cili është në gjendje të hakmiret. Në shumë raste njeriu është në gjendje të hakmiret dhe nefsi i tij në shumicën e rasteve i thot e nxit çaj të hakmiret. Dhe kjo është më e lehta. Cila është më e lehta? Më e lehta është me ia kthy me të njëjtën. Ai të shon, ti e shon atë. Ai ta thot një fjalë, ti ja thu. Ai ndoshta të qollon, ti e qollon atë. Ai të sulmon, ti e sulmon atë. Deri në vrasje njerëzit. Ai e vret, ky pastaj ngritet, i avret dikant të familjes. Dhe secili në hakmarrje ndaj njëri tjetrit. Hakmarrja është më e lehta. Mirë, po ai i cili ka mundësi të hakmiret, është në gjendje, jo që nuk është në gjendje, ai ndoshta ka fuqi edhe më shumë, ka mundësi edhe më shumë, i ka gjitha mundësit, mirë, po për hir të Allahut Azza wa Jall e lëshon rrugën, leje. Për hir të Allahut leje, ban sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Këti njeriu Allahu Azza wa Jall do t'i jep krenari, do ta ngrit Allahu, ani se në shikimin e jashtëm mund të duket i nënçmuar, mund të duket i dobët, mund të duket i rënduar, këtë njeri do ta ngrit Allahu Azza wa Jall. Dhe kështu ndodhi me Abu Bakrin radiallahu anhu, i cili ishte ulur, afër tij ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush është duke e randuar me fjalë Abu Bakrin. Ti ke thonë kështu, e ti ke bë kështu, e ti kësi lloj njeriu je ti kur e kështu me radhë. Abu Bakri radiallahu anhu e dëgjon, nuk ja kthen. Po edhe ti e njëjtë, po ti hala mazi se une, po edhe ti ke thonë, edhe ti ke boj, ja. Abu Bakri heshti. Ai thuj një fjalë, Abu Bakri hesht. Thuj fjalën e dytë, Abu Bakri hesht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndron aty. Derisa dikur u bë pak si tepër dhe Abu Bakri reagoi. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe u largua. Abu Bakri e kuptoi, ja Rasulallah, po ky pari, ky që sa është duke thënë dhe është duke thënë, unë vetëm një herë reagova. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por derisa nuk reagove, ishte një melek aty i cili bante dua për ty dhe reagonte kundër atij. Në momentin që reagove, meleku u ngrit. Dhe tash në atë moment ndërmjet jush hin shejtani. Por derisa hin shejtani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largohet. Në momentin që njerëzit fillojnë të hakmiren kundër njëri tjetrit, ai një dhe ky dy, ai një gjë dhe ky dy, dhe atëherë në mesin e tyre hin shejtani, ndërsa ai i cili i bëhet zullum. Dhe fatkeqësisht sot në mesin e njerëzve sa bëhet zullum, nuk e di deri në çfarë shkallë duhet të jetë sot sabri i njeriut, sabri i besimtarit. Sot është koha që ty të duhet shumë sabër sot duhet me bë, me kanë, ndoshta me të gjithë. Ndoshta dikush ta thot një fjalë, ndoshta dikush një sjellje, ndoshta dikush një gest, ndoshta dikush të provokon me ndonjë gjë, ndoshta e kështu me radhë, deri te zullumi më i madh që mund të bëhet. Sot bëhet në shumë raste shumë lloje të padrejtësive. Mirë, po ti si musliman, nëse fillon të hakmiresh dhe të reagosh për çdo gjë, do të jesh në humbje. Leri shumë gjëra, leri për hir të Allahut Azza wa Jall. Unë kam mundësi me ta kthy, unë mundem me reagua, mirë, po të gjitha këto le të mbeten për hir të Allahut Azza wa Jall. Ai i cili fa sabara alejha, ban sabër në te për hir të Allahut Azza wa Jall, illa zadahu Allahu izza, por vetë se Allahu do t'i jep krenari edhe më shumë. Ky njeri do të ngritet
do të ngritet Allah, do të ngritet edhe në mesin e njerëzve. Allahu Azza wa Jalla është ai i cili e ngrit dikan dhe e zbret dikan. Kështu ky njeri e arrin krenarin nga Allahu Azza wa Jalla duke bë sabër për hir të tij. Dhe gjëja e tretë në të cilën apo për të cilën betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu alaihi baba faqrin." Dhe nuk e hap robi derën e kërkimit, derën e lipjes, përveç se Allahu ja hap atij derën e fukarallëkut. Çka nën kupton një gjë e tillë? Nuk e hap njeriu derën e kërkimit, përveç se Allahu ja hap atij derën e varfrisë. Dhe me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të edukon, të udhëzon që ti si musliman mos të bëhesh kërkues, apo më qartë mos të bëhesh lipës. Besimtari, muslimani nuk duhet të lip, nuk duhet të kërkon, nuk duhet të jetë i mvarur prej të tjerëve dhe çdo herë të pret kush do ta ndihmon atë. Kam nevojë për këtë dhe kam nevojë për atë, jo për gjërat e përditshme që ne ndihmohemi me njëri tjetrin. Mirë po, njerëz të cilët kanë shëndet, kanë mundësi, kanë fuqi, kanë aftësi, nuk angazhohen fare. Ai nuk lodhet, ai nuk punon dhe ndoshta mbetet pa bukë. Dhe ndoshta fëmijët e tij s'kan çka me ngrënë dhe pastaj do të kërkonte njerëzit. Për çfarë arsye? Nuk ka. Po pse nuk ka? Se nuk mundohet fare dhe e shtrin dorën e lipjes. Nuk e shtrin dikush dorën e lipjes, përveç se Allahu do t'ja hap derën e fukarallëkut. Ky njeri nuk bëhet i pasur. Ky njeri nuk ngritet asnjëherë. Ky nuk ka asnjë tëmet, nuk ka asnjë mangësi. Mirë po nuk e do punën. Se don punën, ky nuk don të mundohet, nuk don djersohet, ky çdo herë pret kush do t'i ndihmon atij. Dhe i keni parasysh në vendet tona, në sa raste, edhe në xhamia, jashtë xhamie, po në për vende të ndryshme, njerëz të caktuar, të cilët lipin gjithkund lipin. Në rrugë, në semafora, në për parkingje, në për xhamie, e kështu me radhë. Ata çdo herë i sheh me dorën e lipjes. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk e hap dikush derën e lipjes, përveç se Allahu do t'ja hap derën e fukarallëkut. A janë ata njerëz fukara? Janë fukara. Për çfarë arsye? Po ai krejt jetën e ka. Baba i tij ka lip, nana e tij ka lip, po babgjyshi i tij ndoshta ka lip, vinë të gjenerata e re, fëmijët edhe ata lipin. E këtyre njerëzve çfarë dere do t'ju hapet? Dera e fukarallëkut, dera e varfrisë. Për çfarë arsye lip? Pse lip? Nuk i takon besimtarit. Kush mundet me lip? Ai i cili i ka punët në zor, ai i cili ndoshta është ndonjë invalid, Allahu na ruajt, Allah i shëroft, u lehtësoft të gjithëve. Mirë, po ka njerëz të cilët kanë sprova. Ajo lipja ati ndoshta e ka një kuptim. Mirë, po ky më i madh se ti, ma i fuqishëm se ti, ma me mundësi se ti. Mirë, po kur e sheh, ta zgjat dorën. Për çfarë? Për çfarë? Kjo nuk i takon dhe nuk është në rregull. Ai i cili e ka jetën e tij në këtë mënyrë, Allahu do t'i jep varfri. Ky do të jeton i varfër. E në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ai i cili ju kërkon njerëzve, men sa'ala an-nasa amwalahum takathuran, ai i cili ju kërkon njerëzve nga pasuria e tyre për të bërë më shumë. Ata punojnë, ky rri. Ata lodhen, ky pushon. Ata mundohen, ky zotni. Dhe në fund a mundesh me ndihmu pak se fëmijët i kanë pa bukë? A mundesh me mi dhon kaq pare për ilaçe për fëmijët? Po për çfarë arsye? Kjo mund të ndodhë në ndonjë rast të rrallë, apo dikush sprovohet me ndonjë sprovë që nuk e mbrin, rrogën e ka,
500 euro, i vjen një operacion, Allah në rujt 50.000 euro. Kjo është diçka tjetër, kjo është tjetër tim. Mirë po, për buk, për barna, për gjëra elementare. Por çfarë arsye i lip dikujt? Ai i cili i kërkon njerëzve nga pasuria e atyre për të bërë për veti. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa innama yas'alu jamran. Ai është duke kërkuar prush. Ai është duke kërkuar çmir, është duke kërkuar zjarr. Ai i cili ju kërkon njerëzve. Shif ndihmom ti, shif ndihmom, shkruaj një mesazh, njërit shkruaj një mesazh tjetrit, ama këtij nuk i mungon kur gjë nuk i mungon. Ju kërkon tjerëve, ky për të bërë dhe për të ndetë rahat. Ai i cili ju kërkon njerëzve, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është duke kërkuar zjarr, është duke kërkuar prush të nxehtë. Falyastaqil aw liyastakthir. Le ta di që është zjarr, le të kërkon. Le të kërkon pak, apo le të kërkon shumë. A do prush pak, a do prush shumë, nga sa ajo nuk të bëhet ti bereqet, nuk të bëhet pasuri, nuk bëhet e jotja duke kërkuar prej tjerve, ndërsa ka njerëz të cilët në realitet kanë nevojë. Kemi njerëz në vendin tonë, në popullin tonë, njerëz të cilët në realitet kanë nevojë. Mirë, po ai vdes e nuk lip. Ai më para vdes se sa ti thot dikujt, shef ndihmom se i kam punët. Ja. Allahu azza wa jall për këta njerëz të cilët ishin edhe në atë kohë, ishin fukarat muhajir në Medinë, Allahu azza wa jall zbriti ajet edhe tha, yahsabuhumul jahilu aghniaa min at-ta'affuf. Kur i sheh njeriu mendon që ata janë të pasur, s'mundesh mi dallu. Ai nuk kanë kohë asnjëherë. Ai kur nuk thot s'kam, nuk thot, ndoshta nuk ka. Ndoshta gjendjen e ka të vështirë, ndoshta menzi se i del me krye, ndoshta menzi se e siguron ushqimin e iftarit dhe syfirit, ama ai me i thon dikujt nuk kam asnjëherë. Yahsabuhumul jahilu aghniaa min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. La yes'aluna an-nasa ilhafa. Ti mund t'i dallosh ata. Ata nuk thonë, ama ti mund t'i dallosh ata. Si mund t'i dallosh? Mund t'i dallosh në bazë të gjendjes, në bazë të shenjave. Ti shife pak, interesohu pak, sidomos në muaj të Ramazanit. Interesohu për vëllezërit e tu, për njerëzit e tu, për popullin tanë, për shoqërinë tande, se ka njerëz të cilët nuk lipin. Ai nuk lip asnjëherë, nuk mundet me ndodh që ai me shtru një peshqir tjerët me ndihmu. Me dal në xhami, ndihmojeni filani. Me dal publikisht, ka nevojë filani. Ai nuk del. Krenaria e tij është më e lartë se sa me ra deri në këtë nivel. Ai nuk del. Mirë po, ta'arifuhum bisimahum. Ka shenja që ti mundesh me njoft. Si mundesh me njoft? Po ti shife. A ndoshta nuk e ka shtëpin, a ndoshta ka harxhime të mëdha, a ndoshta ka ndonjë sëmundje, dhe pastaj nëse interesohesh e sheh që ndoshta e ka një rrogë 300 euro, apo 400 euro, ndoshta e ka një shtëpin i ka mbet në gjysëm, ndoshta ka borxhe nga gjitha anët, ai nuk lip, ama gjendjen e ka të randuar. Ti si musliman, ti e ki obligim mu interesu për te. Ta'rifuhum bisimahum. La yes'aluna an-nasa ilhafa. Këta njerëz nuk i bahen të mërzitshëm askujt. Këta kur nuk e thirin dikan telefon. Këta kur nuk i çojnë mesazh dikujt. Këta kur nuk ankohen që ngushti kemi punët. Wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Mirë, po çdo hajër, çdo të mirë që ju e shpenzoni, Allahu e di shumë mirë. Të interesohemi për njëri tjetrin, sidomos për ata që nuk kërkojnë ta ndihmojmë njëri tjetrin. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na betohet, na garanton për 3 gjëra. Gjëja e parë, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Gjëja e dytë, nuk i bëhet dikujt zullum
dhe ban sabër, por vetë se Allahu do t'ja shton krenarin. Gjëja e tretë, nuk e hap dikush derën e lipjes, por vetë se Allahu i hap derën e varfris. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ban prej atyre që interesohemi për njëri tjetrin, e ndihmojmë njëri tjetrin, nuk e zgjasim dorën e lipjes, e zgjasim dorën e dhanijes. Allahu të na ban prej atyre që japim për hir të Allahut, kontribojmë në rrugën e Allahut, e Allahu të jetë i kënaqur me neve. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na e pranon. Allahu të na pranon agjërimin ton, Allahu të na pranon sadakan ton, Allahu të na pranon hatmet tona, Allahu të na pranon lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.